plus duke shfrytzuar edhe se memuar është kjo e Sadik Premtes, që ajo kishte dalë, memuaristika, por duke futur edhe analizën, duke përfituar të vërtetën, edhe momenti me bukur vjen dhe shkrimi bëhet pak intensiv dhe shoh elementet të prozatorit, se historiani është shkrimtar. Të duhet ta themi. Duhet ta themi, është shkrimtar, po nuk që shkrimtar historian. Këto janë të teoricienët kështu thonë, po nuk që shkrimtar që të di të shkruaj, se ka që duhet me bë monografi për 6 muaj. Por jo, nuk mundet. Edhe shoh që ka një intensitet narrativiteti, sidomos kur vjen që përshkruan këtë lëvizjen kaotike të grupeve, po i jep në një mënyrë harmonike derisa vjen te momenti i qetësisë, që qetësia bashkohet dhe me vdekjen, që është themelimi i partisë dhe eliminimi i të gjithë zërave kundër. Është jo pax romana, por pax mortem. Tashti, unë duke bërë leximin, bërë qik lexim me shënime, si që kemi bërë në televizion. Kemi majtë shënime nga politikanët. I majtë shënime ato të njëjtat gjëra ishin që thuin gjitha ne me afto dhe i letër. Po, mora shënim qëfar? Mora shënim e emrat. Unë i kam kaluar se kam bërë një 5.000 faqe botime aty që bëjmë të punët e Institutit Studimit Krimeve. Thjeshti kemi botuar unë vej shënime për anën biografike, për punën e biobibliografike, si që i thonë ta, që kemi mësuar nga këto në Itali, kështu i thonë. Jetë shkrimi është Shqip, se këto si din dhe emrat, bëj atë gjëntët, kur bëjmë atë gjë, bëjmë atë gjëntë. Ka marrë shënime emrat, unë tash këto që kam botuar një 5.000 faqe, 3.000 faqe, se di, se për Marini ka pas për detyrë, ka lexuar një 20.000 faqe, unë shoh Musbart, Simon Gjoni, unë nuk e dija që janë grupi trinjve, se ne kemi bërë botim proceseve gjyqësore, politike, gjyqi deputetve, gjyqi Bashkimit Demokratik që e thatë për para, pastaj vinë gjyqet me radhë tekniko-intelektual që i quajtën janë të gjitha fiktive dhe prandaj dhe profesori tha me drejt që burimi i cilësimit është Enveri, i thotë fraksion, po ne si themi më fraksion dhe atyre bandave si themi më banda, atëre Simon Gjoni ishte tek aleatës, kapiten në te shtëpia e kuqe në Bari. Erdhi, është pushkatuar. Qori, Anastas Lulo, u pushkatua, e përshkruan Kasem Trebeshina, pushkatimin e këtij në Skrapar, tek Mulliri, e ftuan tek Mulliri. Me një gjyq të improvizuar. Edhe ai shkoi, kujtoj se mbledhe, dhe ai thot me armën me Colt. Me pistolet Colt. Pistolet Colt e goditin, kurse ai tjetri doli nga penxerja. Kasem Trebeshina ka qenë pjesë e grupit guerillas të Fierit dhe nuk është pa gjë. Më ka thënë mu gjeni ju. Çfarë ke dashur të thuash, gjeni ju. Tash mund të qenë dhe pjesë te kënga shqiptare. Po pjesë ekzekutimit të Anastas Lulës. Të Anastas Lulës, thotë erdhi te Mulliri dhe aty ekzekutuan dhe ju derdhën trut në miell. A këto mos na i thuaj. Po tani jemi në real story apo jemi false story? Real story është dhe jemi në orar adult, po. Sadik Staveleci, këtë s'jam i sigurt, po Perlat Rexhepi, po është vërtet një hero që është lënë në shmang të gjërave. Nëse në Shkodër flitet për ato heroj që janë vrarë me shqiptar, atëherë ky është vërtet që ka luftuar dhe unë kam dhe kujtime nga i matë mund në Shkodër e kanë ka luftuar vetëm. 3 vetë kanë qenë, jo 3. 3 kanë qenë edhe është e vërtet ka luftuar me batalionin italian. Okej, vazhdoj me emrat e tjerë, po. Po. Ramadan Çitaku, po përkthejmë të punë. Baca, i del emri të çdo dokumenti Dušan Mugoshës Popovicit, që po i ripërkthej. Ishte njeriu më i afërt. Edhe përkthyesit e bëjnë Baco, se thashë Baco Ramadani, thonë. Nuk i thonë Ramadani, Baco Ramadani. Po çfarë tregojnë këta emra? Po se i kishte mustaqe. Ky është pushkatuar, i kanë vënë me kryqun këtu. Çfarë tregojnë këta emra? Pra ishte një grup i të rinjve që ka zgjedhur autori. Ishte një fraksion gjithë ky fraksioni janë të vrarë. Po cilësor. Po është Ramadani, s'është i vrarë tani? Me që the Ramadan Çitaku. Ramadan Çitaku? Po nuk është i vrarë. Baca? Jo. Baca s'është i vrarë. Koço Tashko se kam lidhje me familjen e tij, një fëmijë. Hasan Reci është i vrarë edhe i zhdukur
Ku foba? Pra për të kthyer te trajtimi, por dhe te historia. Grupi të rinjve, pra që në fillim duhet theksuar që ishte së bashku me grupin e Shkodrës, dy grupet që morën lidhje me Partinë Komuniste Jugoslave, u kujdesën për ardhin e dy emisarëve Jugoslav, dhe po ashtu mund t'i quajnë nismëtarët e themelimit Partisë Komuniste, duke patur parasysh që kontradita dihet në këtë kohë që nuk po arrinin të merreshin vesh. Por, nëse shikojmë përbërjen e grupit dhe me drejt Leka i ka parë, shikojmë që grupi të rinjve ndryshonte disi nga grupet e tjera komuniste për shkak edhe të moshës, të formimit shkollar, student që quhesh në aso kohë, grup aktiv, grup i cili rrinte pak edhe si thuash më larg pak në kuptimin kulturor, ose pretendonte të paktën, dhe ndoshta kjo ishte arrogancë intelektuale. Po, me kujdes do ta thosha në thonjza të tillë, dhe është grupi me cilin do të përplasim me njerë Dušan Mugosha. Aty mungon një emër, për shembull, profesor Kristofrashi ka qenë antar i grupit të rinjve, është përjashtuar në të njëjtën ditë nga partia bashkë me Sadik Premtajn, Anastas Lulën dhe disa të tjerë, u përjashtua për 3 muaj, pra në mënyrë të përkohshme. Në fakt nuk do të rikthehej më, sepse kur kaluan 3 muaj thanë që partia nuk ka më nevojë për ty, dhe Kristo mori pushkën, profesori doli në mal, luftoi si partizan, duke thënë që nuk është domosdoshmërisht thjesht komunist për luftuar për çliruar vendin tënd. Kështu që ishte një grup i cili u ndesh menjëherë me kryesisht me Dušan Mugoshën, edhe këtu ndoshta duhet kërkuar edhe zanafilla, edhe fati ndoshta deri diku i këtij grupi dhe 2 drejtuesve të saj. Sepse Dušan Mugosha nga formimi i tij që pothuajse s'kishte formim, pra ishte njeri punëtor, shquej për arrogancë, për një fjalor banal, në ndryshim nga Miladini që ishte ai i penës edhe që ishte intelektual, që në fillim të kujtimeve të tij po të shikojmë që i distancon këtë grup, i godet ashpër grupin e të rinjve, dhe po ashtu do të thënë qëndron kësaj linje të ashpër deri në fund. Pra përplasja e parë vjen pikëpari si pasojë edhe e mospërputhjes këtyre personazheve me të. U përmend Çitaku Baca, i cili ishte po ashtu antar i grupit të rinjve, por ama menjëherë u bë njeriu më i afërt edhe më i dëshiruar, si të thuash, i Dušanit, dhe këtu hyn edhe gjuha e komunikimit padyshim në lidhje. Pra mënyra se si u krijuan këto thuash grupime. Kështu që grupi të rinjve me të drejtë, po e them përsëri, ka dalë lista, është grupi i cili formon apo mund të quhet ndoshta deri diku si opozita e parë brenda kësaj partie, dhe që është grupi që mori edhe goditet më të mëdha. Profesor, për shembull, unë kam pas fatin të takoj Abaz Ermenjin kur u kthye atë. Po. Pas vitit, domethënë pas ngjarjeve të 97-s, pra tentoi të ringrinte ballin, dhe ajo që më bën përshtypje është për shumë, ne ishim presë që kishim lexuar temi propagandën komuniste kundër këtyre personazheve. Kuptohet gjithë identifikojnë. Kronikën e kam bërë unë, 30 sekonda e kishte balli kombëtar. Po, unë e kam marrë intervistë për revistën Klan. Pra e kam takuar në rrethana të tjera. Pas asaj interviste, pas asaj bisede, mund të jemi gjithë subjektiv me pamje intelektuale, mund duk shumë njeri i formuar. Pa diskutim. Ajo që më bëri mua përshtypje, dhe këtu besoj që gjithë ishin dakord, ishte personaliteti i tij njerëzor. Dhe kur ti e bën atë metodën krahasuese, që e bën truri vet, midis asaj që ti ke lexuar para, 20 vjetësh për këtë personazh, kur ti e takon realisht atë dhe e shikon që realiteti është krejt tjetër, pikpyetja më e madhe është, profesor, është çfarë do ndodhte sikur këta njerëz kishin arritur ta modifikonin profilin e asaj lëvizje që lindi në pyetje shumë me vend. Në fillim më lejo ta them, pyetja është me vend. Vetëm Sokol ka diçka. Ai viti 1900 apo do bizotronte epoka. Ka diçka. Viti 1941 ndryshoi botën kur sulmua Bashkimi Sovjetik, se është thënë shpeshherë që u pushtua u sulmua Bashkimi Sovjetik dhe lindi Partia Komuniste. Po s'është vetëm kjo, s'dodhi vetëm kjo ngjarje. U kthye
filloi lufta e dytë botërore realisht me atë, se kish filluar që në 39 me Polonin. Bashkimi Sovjetik u sulmua Pearl Harborin dhjetor 41 sërish, pra të mëdhat, aty u bë luftë globale. Ajo që hyri Amerika, po them këtu në Europë, ka qenë sulmi se në 21 ndodhi qershor, sulmi, në 22 qershor, man fjalim Churchilli. Apo jo, në dhomën e komuneve, ka mbajt një fjalim historik. Pra 41 ka qenë vit... Ka qenë vit që ndryshoj, vërtet se hyri thash, i kishin shpall luftë Gjermanisë që në vitin 39, dhe Franca dhe Gjermania, dhe Britannia. Lufta e çuditshme. Ladrol, po, tamam luftë e çuditshme përkthehet, domethënë s'kemi fjalë tjetër. Ishte 2 vjet që s'pati luftë. Pozicionuar në trashe dhe nuk kaloni. Dhe të gjitha ngjarjet zhvilloheshin në Europën qendrore deri në atë moment. U sulmua Bashkimi Sovjetik dhe Churchilli, po e them me 2 fjalë, tha këto, unë që jam antikomunisti më i madh dhe i njohur botërisht, unë sot jam me popujt sovjetik, sepse ata luftojnë sot për lirinë e tyre dhe për lirinë tonë, imagjino, edhe për lirinë tonë. Prandaj thot, nga ky moment ata që rreshtohen me ne në këtë luftë ekzistenciale për jetë për vdekje, ata janë aleatët tonë. Ata që rreshtohen me gjermanët janë armiqtë tonë. Lufta... Kjo ishte edhe përçareve vetë brenda qeverisë britanike në atë kohë, se kishte ministri i jashtëm që donte të bënte pakt me Hitlerin. Po pikërisht. Ja më jo racionale që... Nuk ka rëndësi, domethënë ata edhe... Nuk i vrisnin sigurisht, mund të kundërshtarët, nuk i bën gjë ish kryeministrit, sigurisht nuk e quan as në burg, i cili bëri marrëveshjen e Muniut, por u eliminua. Mbaroi si figurë politike. Dakor? Por rrim te 41. Tani te 41 po pikërisht. Tani lindi Partia Komuniste, e cila kishte një prioritet që u vendos, po them edhe nga Internacionale Komuniste, po vendosna edhe nga Churchilli, nga Aleanca e Madhe. Luftë pa kompromis me nazifashizmin. Kjo është e gjitha. Dhe me këtë duhet matur tani, të bëje polemik në atë kohë, brenda Partisë Komuniste, sa ishte krijuar. Dhe ti e thua dhe në libër që edhe, pra arsye çik personale, domethënë se ata mbashin si teoricien, kjo dyshja mbashin vlonjati, e kupton, më mbashin si teoricien, ne edhe po të shohësh ato të Sadikut, fletat për teori. Po si ishte atëre, e thamë atë, Enver Hoxha, nuk ishte se ishte ne i marxist, i formuar në një shkollë marxiste, apo jo. Por ai kuptoi pikërisht të thirrjen e kohës, kjo që. Kapi momenti. Dhe po të shohësh pasaj në përfundim të kësaj historie, ç'a ndodhi? Që ky grupi kryesor, apo jo, krijoi çeta, krijoi brigada, krijoi korp armata, dhe fitoi luftën. Këta të tjerët, këta të djelet, historia i la imënjanoj. Nuk jo përbajt, nuk e kapën moment. Edhe s'mund të kapnin tani, se ishin mësuar, këta patriotët tanë të mëdhej me Mitat Frashin e me të tjerët, që kanë kredite shumë pozitive në historin deri luftën e dytë botërore. Nuk kujtuan se me rrugë diplomatike në Hotel Kursal, edhe në mund të kjo që luftë për jetë a vdekje, se vdikjen dhe popujt të tërë, apo jo, ushuar. Do të them dhe një spekulim të ashtit, se përveç librit ka pas dhe spekulime me dëshmitarë që kanë qenë atje. Ka qenë një nga këta, ka qenë Sotir Vulkani. Ka qenë një nga dëshmitarë dhe... Por që heri vije i emri që ishte, herë nuk ishte, da më thënë. Ishte i biri, u burgos 25 vjetë, që maroj Bert Vulkani, bile është gjallë. E bash këtë gjë që thash tani për të thënë, që atëre vritesh edhe pak si kot. E kupton në qoftë se i kundërshtuar. Jo më t'i bëj oponencë, vritesh e pak edhe si kot, se ti citove emrat që janë vrarët. Janë bërë mërë këto gjërë. E lexova. Unë lexova leximin tim. Sot gjykohen krerët e UÇK-s. Edhe për qarë gjykohen? Sepse pas kanë dhënë urdhër që të vritet në fakt janë vrarë. Spion, informator të sërbëve, kupton dhe, po nuk është se i kanë dhënë urdhërat këta. Jo më lakë se pak janë parë u arestua një gazetar, një analist si spion i sërbëve. Pa kur mendon tani, mendon në vitet e erta të luftës. Profesori theksoi që konteksti i luftës dytë botërore fillon me ardhin e Churchillit dhe me thirrjen e
Aleancës Botërore. Dhe kjo është e vërtet përndaj përmenda Sotir Vulkanin, se të shtëpia e tij është bërë grupi komunist i Korçës, që në të Neqëxhi. Djali vet është gjallë, Robert Vulkani ka bërë 5 vjet në Rusi. Studime, edhe u fut në burg me grupin sovjetik atëherë, është dënuar. Dhe ai thotë, nuk ka pas parti komuniste, dha urdhër anglezi sa të bëhet partia komuniste. Domethënë që qarkullon edhe nga këto. Nuk ka ekzistuar kontekstin që shpjeguat ty profesor. Po të them të kundërshtojën ty, a ekzistonin grupet komuniste? Pra ekzistonte Partia Komuniste, a ekzistoni? Fre 10 vjetësh, 15 vjetësh. Po, mirë, ajo është tjetër gjë. Fryma padyshim që ekzistonte dhe për të vazhduar argumentin. Fillim vite 40 ishe komunist, ishte trendi kohës. Dhe këtu dalte elementi moshës, për të krahasuar nëse do bëni një krahasim. Kjo është gjë e re dhe interesante. Po, shumë interesante. Vetëm që ta do thënë, në fillim vite 40, padyshim që komunizmi për të rinjt, për moshën 18-20 vjeçare, ishte trendi, ishte atraktiv, dhe po ashtu nuk duhet harruar që grupet komuniste të cilat ishin aty, pavarësisht se nuk merreshin vesh për tu angazhuar dhe formuar një parti të vetme, duhet thënë që shtratin e kishin të shtruar nga pikërisht ajo urrejtje, ato kontradita që kishin patur me sistemin e Zokut, me regjimin e Zokut, dhe në një farë mënyre ky shtrat u kanalizua më qartë me sulmin ndaj Bashkimit Sovjetik, me nevojën për të dalë, pra më të organizuar për të filluar luftën qendresën, dhe po ashtu duhet thënë që është e vetmja parti komuniste që themelohet me program kryesor çlirim në vendit, çka padyshim që i shtrëngoi dhe më shumë radhët e saj. Pra u kthye edhe më atraktive. Sepse nuk duhet menduar që ishte një parti, dhe këtë e thotë dhe Enver Hoxha vet, po të shikosh ku shkruan, pra që u formua nga marksist, leninist të vërtet, komunist me bindje, po dalin tek teza historianëve tuaj për Enver Hoxhën te nacional komunizmi i tij. Padyshim, domethënë që kjo është e shkruar, të merren kapitali, të përkthehet, të lexohet, studiohet, pastaj të përvetësohet. Pra është krejt normale, domethënë që nuk mund flitet për formim të mirëfill komunist. Por ama besoj, domethënë që ky besim, pra ky formim çonte në çlirimin e vendit, do luftojmë në përmbysjen e klasave të vjetra, pra urrejtja që ishte akumuluar, se kjo anashkalohet shumë shpesh. Një nga arsyet kryesore që Partia Komuniste gjeti një shtrat kaq të zgjeruar në Shqipëri ishte pikërisht ajo urrejtje që ishte mbledhur ndaj sistemit të Zogut. Kjo duhet të hapur edhe duhet analizuar më tej, sepse e tregojnë faktet, ka historian plot, sidomos perëndimor që e trajtojnë, por që në fundit shikojmë që kthehemi në frymën e kohës. Kështu që një parti e cila krijohet me objektivin kryesor, pra të çlirojmë vendin, të organizojmë luftën, që është dhe pjesa e parë e rezolutës, sigurisht që rezoluta ka dhe vazhdimsinë, pjesë organizative. Këtu pastaj jemi te trajtimi që unë kam bërë libër, pra nuk jam marrë me pjesën e organizimit luftës, po jam përqendruar vetëm në organizimin e saj të brendshëm, si një analizë pra politike, duke marrë si shembull Sadik Premtan, me qëllim që të shikojmë dhe të kuptojmë më mirë intensitetin e zhvillimit të ngjarjeve brenda. Dhe kjo parti e cila drejtoi luftën duhet parë edhe si u zhvillua dhe si u luftoi dhe brenda saj. Edhe me drejt profesor Xhufi thotë që në luftë padyshim që nuk bëhen konferenca do të shumë edhe të diskutohet shumë, pra lufta ka një tjetër zhvillim, sepse lufta në vetvete është zhvillim alogjik, nuk është logjik. Dhe si e tillë nuk mund të kërkosh brenda logjikës të ketë një logjik ashtu sikurse kërkohet sot, ku është gjykata, ku është kjo. Nuk është qëllim. Po pikërisht. Kështu që në viti 41, përveç se angazhimit të madh në nivel botror, ku bota hyri qartë në një konflikt pra të hapur, u krijuan kampet dhe përderisa u përmend Churchilli, thirrja e Churchillit në mënyrë interesante nuk i drejtohet qeverisë së Bashkimit Sovjetik, i drejtohet popullit sovjetik. Domethënë, jemi dy ideologji që nuk pranohemi, ama kemi një armik të përbashkët të cilët duhet ta luftojmë. Kështu që ky është momenti që u shfrytëzua nga komunistët shqiptar, shtrat që e gjetën, pra nëse mund të ketë ky popull një merit shumë madhe, vlerë të madhe, pikërisht lufta në vazhdimsi kundër pushtuesve. Pushtuesi ishte aty, i cili tashmë kishte krijuar strukturat e veta, qartazi domethënë ishin dhënë shenjat e para të rezistencës që në 7 prill,
kundër këtij pushtuesi, kështu që në të gjithë këtë zhvillim dhe në këtë kazan që zihen në Shqipëri, komunistët e gjetin një shtratin e shtruar, të gjejnë shtratin, ta përdorin kapën momentin historik. Ndërkohë që për ta mbyllur dhe të lënë radhë kolegë. Po e kapën jo në kuptimin, ju dërgojnë oportunizëm, domethënë që e kapën. Jo, në si nevojë. Se paguan me gjak ajo, kapja e momentit. Po e kapën, politikisht. Jo, u bë zgjedhja. U pre shpatën e Damokleut, ne do bëjmë luftë. Kjo bëhet vetëm me luftë edhe këtë gjë padyshim nuk mund ta prisje dot në 70 vjeçarët e Kraut. Do shkojmë ndër për shkurtër profesor dhe më njëherë fjala për ju. Rikthehemi pas pak.